Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua për të komentuar pak një ngjarje që në fakt mua më ka befasuar. Zakonisht ne nuk jemi mësuar që njerëzit e fortë i shohim në lotë, por dita e sotme, pas të gjitha dinamikave, zënkave që u bën brenda shtëpisë, unë e kam thënë që loja fatkeqësisht është kthyer në personale dhe ofendohen njerëz të cilët nuk janë aty, por Rogerti e ka tepruar pak. Sonte në intervistë në orën 20 është në Top Channel gruaja e Rogertit, e cila do tregon çdo detaj edhe për njohjen e saj me tezën e Selinës që përmendet brenda në shtëpi. Me patjetër që duke denigruar Rogerti imazhin e Selinës deri në atë pikë, me patjetër që edhe Selina do t'i përmendte informacionet prej jashtë. Përmendja e djalit të Rogertit brenda në shtëpi e ka bërë Rogertin që të lëndohet, e ka bërë Rogertin që të përlotet dhe Rogerti ka kërkuar falje gruas së tij, por njëkohësisht i ka kërkuar dhe falje djalit që qëndroni të fortë ju atje se unë jam i fortë këtu brenda. Domethënë e pa shumë të përlotur, por ajo që në fakt më befasoi është mirësia e Mateo, se në atë moment Rogerti me Mateo ngrindeshte dhe Mateo, si djalë i mirë që është, nuk është se mbajti mëri edhe inat, por ai u afrua pranë Rogertit për ta ngushëlluar dhe për t'i dhënë shpirt. Ishte një afrim pak më i sinqert, mendoj se sa afrimi i Mirit, sepse Miri e pa që ishte shumë i ftohtë në kontaktin që pati moment me Rogertin, dhe kjo e bën që Rogerti të jetë, në fakt Mateo të jetë i preferuar i publikut sepse ka gjëra të veçanta. Mendoj që Rogerti nga ky reflektim të ketë mësuar që nuk preket tjetri në sedër dhe nuk ofendohet deri në nivelet që del ai.